Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri në studion e hapur të televizionit ACTV, televizioni i komunitetit shqiptar në Michigan, por që me vëmendje të madhe dhe me një audiencë shumë të madhe po përcjellet anë mban rruzullit toksor ku ka shqiptar. Prandaj si zakonisht ne në studion ton, studio hapur nga unë Luigi Gjokaj, do të flasim si zakonisht për ngjarjet që ndodhin në komunitetin tonë shqiptar në Michigan, por dhe në krejt diasporën shqiptare të Amerikës. Si zakonisht, ftojmë njerëz të suksesshëm, biznismen, advetar, patriot, veprimtar, dhe njerëz të rangjeve të ndryshme, biznismen, dhe ata për cilët ne mendojmë se janë histori suksesi. Njerëzit që duhen me bë ndryshim në jetën e komunitetit shqiptar, por dhe në jetën politike të shqiptarëve në Amerikë në përgjithësi. Kemi pas rastin kemi të intervistuar shumë kandidat që do të vazhdojnë ullën e tyre për në Kongres, për në Senat, Senatin e Michiganit, për Secretary of State, dhe të gjithë kemi pas nerin të intervistojmë vetëm si shqiptar, si gjak shqiptari, pa marrë pa dallim anën e tyre politike, sepse ne duhem njani tjetrin shqiptarisht, si vllazën dhe motra shqiptar që jetojmë në mërgim dhe duhet të bashkëpunojmë dhe të jetojmë së bashku. Kështu sonte kemi rastin dhe nderin që të kemi një burr, një djalosh, po të themi një burr tani, Gjan Goçi, nga një familje shqiptare nga Juniku, por Gjani ka linë këtu dhe ka, do me thënë, me familje, ka liu krejt rinin dhe jetën këtu në mërgim në Michigan. Rriëm nga një familje advetare, nga baba i ti Muharrem Goçi, dhe kem pas rastin në nderin të punojmë shumë afër me këtë familje, si para demonstratave, para luftës Kosovës, ma vonë gjatë luftës Kosovës, dhe bashkëpunimi me këtë familje po vazhdon. Prandaj, ata që kanë vdekur, le të pushojnë në paqen dritën e amshume, si Muharremi ashtu dhe vllau i Gjanit, që ka kënë Skenderi, ka kënë një djalosh i shkëlqyeshëm, punonte për policinë amerikane, ishte sargjent këtu dhe na ka ndihmuar shumë gjatë luftës së Kosovës, se si ne ti transportonim mjetet për luftën. Nuk duhet ju zgjas më tepër në prezentimin, sepse për me folë për Gjanin do duhet edhe shumë ma shumë, po flasin në veprimtarit e ti vetë. Veprimet e ti si aktivist kombëtar, i cili qysh në rinin e ti është angazhua që të ndihmojnë Kosovën, demokratizimin e jetës në Shqipëri dhe bashkëpunimin në komunitetin tonë shqiptar. Gjan Goçi, mirë se ke ardhur në ACTV dhe ju urojmë suksese dhe punë të mara në kandidaturën tuaj për në Kongres të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Detroit, Wayne, Romulus, Taylor, pra në distriktin 13. Ju urojmë sukses dhe me uratën e Zotit që të keni një fitore, sepse fitoria juaj është dhe fitore për gjithë shqiptarët. Mirë se keni ardhur në studion e ACTV. Mirë se më keni thirrë, faleminderit Luigi and Edward për mikpritjen e ju. Është një privilegj për mu, më ardhëm këtë program Albanian Community TV, është një program se ka dhe histori të informu komunitetin këtë në Michigan. Faleminderit për thirrjen. Gjan, ju jeni marrë qysh herët në rinin tuaj me politikë. E keni pasë është nevojshme që ne si shqiptar duhet me inkuadrua në jetën amerikane, duhet t'ja kthejmë me të mirat tona, me angazhimet tona, veni të dytë ma të shejt për ne shqiptarëve që është Amerika, sepse veni ma i shejt i joni, sigurisht janë të rojt ku kemi lind dhe kemi jetu me babalar dhe gjyshra, po vendi i dytë ma i shejt për shqiptarët janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ju lindi ju kjo ide që edhe për dytën herë të bani një konkurim dhe të roni për Kongres në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një barë shumë e madhe dhe është një pozitë mjaft e rëndësishme.
Po Luigi për mua, si që din vetë, unë jem rrit që ki komunitet Detroitit më ka rrit, në faktikisht më ka bo aktivist, qeshtjet para ishin ku delshim demonstrata kundra Yugoslavian Festival se ishte downtown, e blokum atë, tëni janë nisin problemet e Kosovës, delshim në për demonstrata, aty e pava fuqin publikut me dal më bashku për një tem, për një problem. Aty e pava fuqin e kongressmenit, e senatorit, krejt fuqia e botës kontrollohet pe Amerikës. Një kongressman, një senator është një zonë, e mundet me shpall një dijet mirë se mundet me përkra krejt Amerika e me ndru krejt botën. Është një pozitë se kom kërku qërë si më konë thmi se kom dit ku është fuqia në këtë shtetë, se të dalë të lypë në demonstrata njën, e kena pas se kush po ka mundësin me na jep nimen. Ja fillova në klasën e 9 mas parë në shkollë, student council representative, hera parë se hina në politikë më bo sekretari një grupë, se e fitova në klasën e 9, dhe më dhonë 83-ëna, se majnë madhë so kunë bukur do ko, hera parë se më kanë zgjedhë studentat si reprezentativ, atëherë ja kom vazhdu pe atje 2012 për kongresit, ashti po ja epi edhe një shans për me mujt me bo dishka. Gjan, ju sigurisht se kjo rrjedhën e përgjene, patriotizmi edhe dashuria nuk blehen këto lindin me personin, me familjen. Ju si që tha që dhe në reprezentim, rrjedhin nga një familje ardhëtare, unë e kom njoft familjen tuaj, dhe jemi kanë gjithmonë të afër me babin tuaj pas drit me vllaun, dhe krejt familja ju i keni marrë pjesë, si shtë dhe vetë, ju kom takuate në festivalin anti-Jugoslav që duaj me shkatrua, se vinin me na këndu këtu sërbisht, dhe me eduku shqiptarët në Gjugoslave, dhe Gjok Martini malë organizon të gjithmonë ato protesta edhe ju erdhët me të paret që i një angazhua nga pala kosovare që duhet bëhet diçka. Prandaj, ju sigurisht aty keni marrë zanafilët tuaja që të vazhdoni të i falenderoni Amerikës për çka ka ba për shqiptarët. Po, pa tjetër, si thati, familja jeme gjithmonë konë patriote, na jena pe Kilmendit, me origin. Familja jeme gjithmonë, sa ma manë të historit, tu kalzu babgjyshi e baba, ta na herët në lufta. Para 150 vjetë dhe në ara, pe Malsisi në ara në Kosovë, në shpinë tonë edhe sa dësh hala, vizatimi Skënderbeu në 5, kena një shpi 5-4 në Kosovë, kena hala Skënderbeu se kishte vizatu Agja në kohë në 65, në kohë kanë marru shpinë. Shpia pare betonit në fshat unikit. Në kohë të servise kanë pas Skënderbeu në vizatu në shpi. Hala, adin që ditë nësi s'kanë pas probleme më të mëdhaje, po jena konë familje madhe, forte, s'na kanë bo problem. Po Amerika, si të ati shajti për shqiptarë maj madhi është trojet ku jena lindë. Po për mu është Amerika shajti mas pari, se ato trojet nuk ishin egzistu së të dej, sa për shemë më spokon pa mbështetjen e ndimin e Amerikës. Pa mbështetjen e Woodrow Wilsonit, mos me pa mbështet Shqipëri, më bo shtet e kishin coptu Greqia, Italia e ishtë Serbia. Njëtën për Kosovën. Amerikën, gjitha shqiptare ka obligim me i dalë zat e me një mu. E sëtë Amerika ka nevoj për një patriot se dënë shpirtnisht Amerikën e unë jam majnjeri. Gjan, si e shifni ju situatën shqiptare? Ndoshta pak me vones, por prap ma mirë dikur se kur shqiptarët janë ngrit tani po lëvizin në drejtime të politikës amerikane dhe kanë pas këtu bashkë këtë vit kemi 4 kandidat, kemi pas Suzan Shkrelin, mirërisht nuk kaloi, mandej kemi Gjanë si ati avokateni Snushaj, që shkon për senat të Michiganit, mandej kemi Juve këtu, kemi Robert Lulgjura i cili po vazhdon mjaft me kam të mbarë deri tani për në kongres në etiketën republikane dhe kemi ju në etiketën demokratike. Çka ju thua shqiptarve bashkë për këtë?
se e ceka pak në fillim, ndoshta ka herë pe e marrim në dallash këtë punën e jo republikan, jo demokrat dhe me u administruar shqiptarët në këtë drejtim, nuk e shoh se është mirë që ne të ngullim më shumë këngë me parti kundër njëri tjetrit, por mendoj që duhet përkrahim çdo kandidat shqiptar që ka vullnet të kandidojë me u bë në politikën amerikane e njoftur. Pa tjetër, bravo ju qoftë aty nëse qesin vetën publikisht me konkurru për këtë opozita. Se s'ka lidhje sa pasunin e krejt e kena ku se kena një karrik të tavolina ku jën ka daën hesapet. Harove atë Robert Danovikin, edhe kumbështet, edhe aja është republikan, po e kumbështet se është djali mirë edhe shqiptare dhe na si popull jena pakicë e vogël, po jena në këtë zonë jena fuqi shumë e fortë, se kena 200 restorane, na duhet me një mu njëj tjetrin. Jem shumë i gëzuar se Roberti është të konkurron, Ines Rinaj është shumë sa një mirë për komunitetin. Po më vjen shumë keq se Suzana nuk fitoj, po besëm se ajo po të ep një fushat shumë të fortë. Ku kesh në Detroit, aty ja kanë bo pak pa drejtësie me hilje. Partia vetë, për të thotë. Partia vetë, partia s'ka sa më të poshtër se politika. Gjënë të dojnë ku të moti mirë, po ku të bjeshi nuk ishe ma. është shumë rëndësishëm në tonë, në fundit, mos mushim me një mu një tjetërit, bile mos me i pengu. Votat pa tjetër duhet me jep një tjetërit. Si që shqiptarët na kena pas, s'ka fe, s'ka parti, se danë këtë vlaznina që është të duhet më kone dhe këto. Po shumë rëndësishëm minimu një tjetërit. Gjan, ju që po kandidoni, ju ja u kanë shkrua emrin si kandidat, sepse ju nuk keni konkurua në mënyrë të ndryshme këso ere, apo? Dhe keni pa një shansë dhe fill po këtësen në tren dhe po vazhdojnë. Në spjego pak, si ka ndollë kjo? Kjo, unë jem hi vonë loj në këtë, se me të kalëzu drejt, logiku më thëjke mos hinge, se nuk ki nevoj. Këshirë familjen tonë, problemet tua, Amerika, është Amerikë, vazhdojnë, po jem ka shoh se gjinje se janë aty në pushtet të Amerikës, nuk e dojnë Amerikën, po dojnë interesin e vetë, interesin aty nëse ju kanë milionat për me hinë ato opozita. A njeri se ka opozitin sot është Shri Thanedar, anglisht as dhe me fol, a s'ka lidhje me komunitetin se reprezentan, po ka $10 milion me hinë loj. Komunitetit araba që ka është? Ajmë do këtë është indian. Nuk ka lidhje heq me zonën se ka reprezentant, po ku të kish pare mund është me vojtë gjithka. Krejt kjo në politikë të Amerikës është 94% fushatat, kush ka mas shumë t'i pare e fitan. E kur do t'jetë data që ju do t'dini a kaloni kandidatur në mënyrë demokratëve, atër duhet me shku në zgjedhjet kundër republikanëve? Data jeme është gusht 4. Për zonën se unë e kom Detroitin, Grosse Pointe Woods, Grosse Pointe Shores, Grosse Pointe Farms, krejt Grosse Pointe, Parker Woods, Hamtrimikin, Downriver, come Southgate, Wyandotte, River Rouge, E-Course, Lincoln Park, Melvindale, Romulus, Wayne, Taylor. I ka një gati 1 milion vetë që është. Po kallë mjaftë shqiptarë në ato teritore? Ka pak. Po në politikën teme, në zgjedhjen teme, kush e fiton qatë primary, partinë e demokratëve e fiton. Me dal Bushi, me dal Donald Trump me dalë si Republikan në ka datë në November, I hope. Ajo ka rikë demokratëve? Ajo demokratëve. është qashtu të cëptu me gerrymandered, si e thirën. Po gjatë bisedës, kështu kem parast me bisedua bashkë si gjithmonë, ju nuk jeni të knaqën shumë herë edhe me politikën mrenda bashkëpartisë tuaj, çka bëhet, po edhe në partinë kundërshtare. Prandaj ju nuk jeni atë hardliner në asnjë drejtim, por keni agjendën tuaj për një të ardhme më të mirë politike për gjithë Michiganers dhe për Amerikanët në përgjithësi. Agjendja jeme është drejtësia njerëzit.
ka herë drejtësia bjen të majten, ka herë bjen shmajten. Tash tonë jena lindun ma drejtësi. Unë jam njeri korrekt, edhe e thiri bardhën bardhë, e zezën zezë. A o partia jem, ajo, janova menën, ke që kanë bo zjedhjen Detroit Partia Demokrate, se vetëm i one për tonë ata, si janë kandidat atje, vetëm i one e javë kalzova vërtetën publikisht edhe thash se qëfar problemi o kona e zjedhje. Tash t'i vohën, mas 1 javë, 2 javë, i kishtë që një kandidat në gjëgjë për pa drejtësin se ka ndonë në zjedhje. Po qërë, ka herë gabimi maj madhi është me javë kalzu fuqisë drejtësin ftyrë. Ka herë handa jakun, po mund është me këshyrë vetë vetën në pasqyre si me respekt. Ku s'ki respekt për vetën, zdynë kur gjonë këtë 2 javë. Do me tha foljet vërtetën edhe mos ki janë mitë që kryon. Po mos ki qërë, mos pa që aqë me, thosh një fjallë, mos ki janë mek, zda më dhonë si që kur në herë në komë për dishka. Gjan, konkretisht e kandidatura juaj, na të regon qka mendon që duhet shqiptarët të bajnë në këtë drejti. Qka pret, kështu me thonë pa dorza, qka pret prej shqiptarëve? Qka pret prej komunitetit shqiptar? Allah, prej komunitetit shqiptar pres njëm financisht ose njëm me njerës. Ta është nëj shqiptar atje se o ka mendon me hi në politikë për vetë vetë, jo ideal i ri, aqi kere, sa në ma mirë se më ardhë më bashku me vullën të ru, më ardhë me një mu, nuk ki për karierën tonë, se e mësën që është loja, e që është luhet loja. E nuk di kërkush për politikë si ekzekutohet loja ma mirë se one, se kom experience qyrë se herë në parë se kom konkurru publikisht të kon 2002-ën, po për City Council në Westland, po më deq vlau, nuk mujta me vazhdu, adin edhe hera parë për politikë, për pej shqiptarve, mas pari është një manjerës është kryesorja. Me pas vullnetar, me dalë me trokat në dera, me folë me publikun. Ajo... Vullnetar? Po. Mos mu ishi malë vullnetar, epni $20, bile ta bleni plakart, me janë u dikuj në bache, ose në rrugë, aty në shaj, ose për me ble vullnetar në fundit, se duhet, adin për me pas sukses, për shemull letrat me ju postu gjendve, për ata se votojnë me post, ti zërë me imri ata se rrinë në vene ku është zërë me pas kontakt, aty të kushton minimum $100,000 me atë që postimin e letra. Vetëm për stampa edhe letrën edhe printiri. Nuk o lirë loja politikë, se shumë është trajnë. Po shumë vetë e shqitin vetën për me bo parët për me fitu. Po unë e se shez vetë. Edhe mos me pas $1, unë apet si apet do të dalë atje, do të jepi 110%, binë sendet ku të binë. Gjan, tani duke u marrë direkt me politikë që do të angazhosh edhe ma tepër sigurisht për dite ma tepër, si e shef qeshtjen shqiptare në Kongresin Amerikan? Labimi shqiptarëve me duket se është zbut shumë nga ato korat tona kur kemi bajnë lobime për shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri, po ma shumë në Kosovë dhe tëret tjera etnike në ish Jugoslavin. Tani edhe në Preshev, Bujanovac, në Macedoni, ka shumë probleme endë në Malzi, pa u zjedhun. A shini se pak kemi ra në gjumë, nuk jemi mjaft aktiv me ba rezoluta, me ba dëshmi në Kongres, me lëviz pak politikën tonë, edhe pse për momentin a pak vështirë se këto luftërat e Amerikës dhe të botës, globalizmit, po ndikojnë shumë. Po, është një fjalë, thojnë, tough times krejojnë burrat fort, kohat mira krejojnë burrat but. I kena pas do kohat mira, dine jena ra në gjumë. Po ki shqiptarë si në ka hekin keqën për shemë Bojavnac, ki shqiptarë si në të hekë si klasë dytë në Macedoni, dhe u konë mëti ajo punë. Hala kur zda mund reqë, duhet më aktivizuna, po ku nuk janë kaj mysin, ku s'janë kaj kallin, adin nuk janë noj menën. Qëre, na të në herët ku ka shqiptarë të vujt, jena obligus më konë zori tyre. Me dalë zat atyne edhe me avkajt problemin e tyne të fuqijet se mundën me bo dishka.
s'ka sa më të mirë se me pas në shqiptar mrena të kuvendi ku bohen muhabetet për këto probleme. E di se nuk ke hala program të shkruar, nuk ke sjell diçka, nuk do të munoj shumë me ato, po megjithatë pak edhe për rinin tonë që jetojnë këtu me suksese, me biznise, me shumë gjëra që janë ka ecin shumë përpara, ndoshta bile ndoshta edhe më përpara se disa amerikanë, shumë amerikanë, dhe ju i shihni këtë lëvizje. Çka mendon ti që duhet korrektuar edhe në politikën amerikane në Michigan ndaj shqiptarëve? Çka mendon që kemë mund të bash me zanin tanë në Washington, në qoftë se zgjedhësh për kongres? Po, qërë, shqiptarët, rinia shqiptare është, jem shumë i kënaqur me suksesin e tyre, janë very, very, very successful, edhe jem shumë adhëruesi tyre, edhe po një probleme kanë, nuk janë shumë lidhur me qendrat shqiptare, nuk pusha. Adin ku po shkojnë për vend, adin pusha ma shumë vjetër, të moshën vjetër tona, se rinina duhet me prudi që është mrapa në temë, me shti të patriotizmi pak, se ju kanë largu pak. është nisan me vesh Shqiponin në Lanec, ose në Majic, po është diçka tjetër me dal me investu kohë për çështje kombëtare. Ajo në navitit. Për mu kisha bo në farë, si me thonë, një farë vizit, me që rinin shqiptar, me bo dhe vizita, me që të trojët shqiptar, me jep një farë tur me pas e koveni, me mësu pak historin më thellë, për me javështi pak patriotizmin për para kokës, me pas kujdes. Në gjatë, me influencu pak. Pa tjetër, duhet më aktivizu pak më shumë. Gjanë, nështë edhe ne si gjenerat që jemi në përëndim të ashtu shkua, bosha ime tjerët se ti e majri, po ne nështë edhe ne nuk po ja ulam disa gjera që adasht. Gjdo komunitet këtu i kanë qendrat e veta. Fatbarësisht, vetëm në Dallas kanë formu një qendrë shqiptare. Dhe është e mirë që përveç qendrave fetare, për rinin tonë dhe të armën tonë shqiptare, mendoj që duhet ta kemi një qendër kombëtare, Albanian American Cultural Center, një qendër shqiptaro-amerikane për rinin tonë dhe për shqiptarët në përgjithësi. A menon bile se jemi pak vonuar në këtë drejtim? Pa tjetër në vonuar në drejtim, tonë e din, më kanë falsh njëtën fjala e nin, po dikush duhet me nësitu, me a fillu këtu. Rinia shqiptar jenë shumë të aftë, shumë të meqëm, po si the ti pak do gjënë nuk dojmë në shu karikat. Rinia shqiptar s'ka qef me shku me thy kokë me telefarnieri. U shty për karika. Duhet me ja fillu ata vetë, me formu grupin e vetë, na duhet me mshel gojnë, me inimu financisht, ose me jep njërësore, po me ilonë rinin për me rrit ata, e me dalë, me fluturu, me vullnetin e vetë dhe me fuqia të veta. Na mushim me ju najtë skaj rrugës dhe me ilonë ata me vazhdu. A mendon që do të duhe këtu dhe shtetet tona shqiptare që të bojnë influencën e vetë, sa ju do tjetë edhe për ta qendër, do të kemë misionin shqiptar, misionin e Kosovë, Shqipëris, do t'jenë përbashkëta, se këtu në mërgim jemi shqiptar, këtu duhet të i kalojmë këto krajinarizma, kosovar, malsor, tetovali, na jemi shqiptar këtu në mërgim dhe të gjithë barabarta. Është obligim i shteteve me qelë, me një mumi qelë këto sen. Shkolla, qendra. Po edhe ambasada dhe kancelata, me dalë me supportu, me organizu, adin është shumë rëndësishëm. Mos me në harrua dhe ata neve, jo vetëm në ata në herë, se shqiptarët e Detroitit kanë ep me miliona për atë dhe atje. është mirë me ditë ata dhe me arë këto me në respektu edhe me në animu neve mu lidhë ma shumë me ta. Gjan, të kthejmi pak në Kosovë nga prejardhja ku ju vini në Junik. Ne kemi një mund, si të thame, sa do pak, se rëndësia me e male, ata që kanë dërë gjakun për liri, kanë vdek për atë Kosovë të shejt, nuk e kanë ma Sërbin mbi kokë, po me gjithate, shumë gjara nuk po shkojnë mirë. Ka është ka ndodhë me ne?
tash 5 parë zgjedhje për një vit e gjys. Po shkojmë në zgjedhje pra, presidentin nuk mujmë me zgjedh. Çka është ka bëhet në Kosovë? Luigi, si që tash ma herët për karrika, edhe vllave jam ku konë luftë, edhe une ku jena konë në Kosovë, ma se maraj lufta me Kosovë, do ishin me shti vllanë tam edhe mu në politikë, me hi mu bashku me parti. Baba tha, në hifshin politik, tha kanë me ta hek flamën, tha mrana javë, se 2 javë, tha për që ato karrika, tha ta hekin flamën të likuidojnë. Nuk na leju me hinë në politika atje, për që të shkak se na gjetë sherri. Na, si shqiptar, si individ, gjithë ma të fort, s'ki, ti me shku me lypnin të një shqiptar, shmas bën me të një mu, po me shku ti me lypnin 10 shqiptar, harrohat muhabet, se s'ki me kry gjo. Se janë nisin me njëherë, njëtë, s'kryet kur gjo. Me i përshpitën vesh edhe. Na si individ gjithë ma të zëtë s'ka. Po hala s'kena mësu me bashkëpunu me një tjetërin, po kena pas probleme. Shumë të Shqipnis, për shemull, Koten Vërhoqë, ti djalin tënë, s'ki mujt me besu se mos po të shpionën të shtetje, vllava, o konë jena edhe ashtu një Jugoslavi, burge, torturime. Adin, dhe një generatë 2 për mu pastru pra truni, inshallah na pastrohet edhe bashkëpunojmë me një tjetërin, se që ajo është ku na mundë me fletëru si tamam si Shqiponja. Në jetën tuaj private, unë di, po ata që nuk e din, pak na trego për familjen tuaj, bashkëshortën tuaj, nanën e keni ende në mosh, por është e gjallë, kushrini të afërmit bizniset tuaja me çka merreni në jetën private. Unë me familje i kam 4 fëmijë, martuar që 31 vit, jetoj bashkë me familjen edhe nonën teme, se baba edhe jetoj këme ne për vdiq baba, e tashti kena nonën 77 vjet. Ajo me vullnet se ka herë qonan me gjesi lodhën, thash hajtë se po pushoj pak, po nona jeme 7 dit një javë qohet, shkon të lokali, po nën e manë vendin, s'ka kurse e nalë. Edhe sot bile ishtë në shtëpi smut me një dhimë të krahit, po më thyrë me ke komanda, si me organizu vendin. Kena vullnet si familje në punëtor, të na herët, ku të punoj shfort, mund është me kryu gjithë shka. Tashti, për mu personalisht punoj me real estate, kom disa lokale se i blej, bona partner me gjënë tjerë, me një mua atyne me kryu dishka me njerësin e tyre. Kom shkru një libër për Skenderbeun, një film e kom pa shkru për 20 vjetëve. Ja pa ta nisë para 2 vjetëve me bo, tash ta boj comic book, se filmi kur s'ka më bo, bile ta boj comic book, se shumë shtrajt me bo filmi. Ja nisa me bo filmin, i hargjita $15,000 me bo vizatimin, tas më pëlqej si shkoj ke vizatimi, po dole AI, tashti me AI jem të u bo dishka shumë se më knaq mu në rezultin. Kena marru libër në parë, do të bëhet një 10 libra dhe 20 me ja kallëzu historinë e Skenderbeu mas filmin se kum shkruone. Tash Skenderbeu ka një histori, po më kanë folë që ka histori në ryshi. Unë kum shkru atë temen, edhe se thojnë historia bëhet pe ati se shkruan. Gjinë e thënë, jo nuk e ki bo mirë, dhe shmos pëlqef që shë kom bo unë, e ki merë kalemin, e bërë e vetë. Ato do të qesë që tash edhe pak e publikoj, po u blokova pak me punë politikës. Patriotizmi dhe politika dush me lonë sendet personale pak monësh, adit për mu marë me to. Ashtë e vërtet se ju, shumë nga koha juaj humni për të marrën me këtë, por hapin duhet me qitë dikush. Ashtu që i thatë vetë, për pa me marrë kush hapin dhe me ba një komision, asë qendra kulturore nuk godiset kur. Dhe dikush duhet me marrë hapin. Që unë e ku marrë hapin, zjedhja është në gush 4, po unë nuk nalën aty. Edhe mos fitofsh aty do të vazhdoj për November, si writing, për më ma shkru emnin, për me ma dit emnin. Aja mërë kohë. Ku do me hi për kongres nuk ja fillan për 2 muaj dit, po du është 2 vit për para. E se të maran zjedhja, ja fillan apet fushata për tardhmen. Me 28 gusht, vitin 28 gusht, është zjedhja tjetër.
do më thonë, me njëherë dush me fillu me dalë fushat me njëftu gjinën, me komuniku me gjinë. Më tha njoni në Hamtramek ishte një boshnjak atje, kishte një komunitet boshnjak të ashti në Hamtramek. Tha, fola me të them, shumë i knaqen me ty, tha, po i ardhë pak vonë, ta s'kom njoft kur për para. Tha, shoh që njoft të sët, ta po m'je mirë se të njoft, tha edhe shien të ardhmen. Do merë pak ko me dalë me njëftu gjinën, se nuk të ebë dikush votën, adin pat njoft, adin do një farlidhje me ty. Dojnë me hongër pak kryp me ty. Përveç kësaj intervistet që duolëm sot do të na shofin shumë, çfarë agjende ke me qendrat fetare, se tani veç këto i kemi dhe përmes aty që të jepet zani që t'ju ndihmohet ju në këtë drejtim që keni marrë dhe në këtë iniciativë që keni marrë. Me qendra fetare, adin, kom pas kontakt, po jo ma thellë, adin, nuk ju kom lyp nimas, ata qëre, ku t'kish nevoj ti, për nim, tonë e din se kom nevoj. Ku e shet dikën se të mundu me punu, të jebë vullnet t'i dush minimun, nuk dush me thirë, jo s'ki kaldu se ki nevoj. Të dush mu koni kuptushë pak me dit, se tonë si jena në fushrata kena nevoj për nimen. Më sprit mërë me thirë me thonë, apo më nimon, t'i dush me dit se kom nevoj. Ta shka hera din ti, ku e din se ki nevoj, ti vetëm budal në kofsh, nuk e din se kom nevoj, ka herë duhet me të kalzu, po normal, ato qendrat fetare, krejt, duhet me na bashkan gjit edhe me na animu këtë mundën. Se në fundit, ata na thirin për nim, ku ka nevoj në hifshim pozita. Edhe i thëmë dëshokve, të shejnë hifsham pozitë si kongresmen, am kishe thirë për naj problem se kisha mujt me të sqarone? Po, të shë një mirë, të shë dush me një mua atër me hi aty, për me pas njerin se ta qelë telefonin ku e kish problemin. Gjan, qartë të shkurt, pa dorë dhe nifemi ka herë, sa gacë, sa trimri duhet me pas njeriu në veten për me i hini rrugë kaq të madhe. Kjo është hapi madh. Jemi real. Shqiptarët ende nuk jemi aty ku duhet. E thatë edhe vetë, kemi rini, kemi biznise, tonë jetojmë mirë, kemi shtëpia luksoze, makina, gjitha, por kështu një mënyrë të organizume si komunitet nuk e kemi qendrën tonë që të dim se ka me një mu, sa me i dhonë ati, sa me i dhonë këti, 500.000, 200.000, me ditë një mënyrë të organizume. Dhe ju individualisht e keni marrë këtë iniciativë, e kjo është një iniciativë e madhe për me kandidu për në kongres. Është sa ma fështirë s'ka, se me dalet e se krejt gjveshën, sullakt, s'ki shka me mshe. është tup privësia, tup adin, koha, ku jem unë të ashtë të qetë që të jem të bojnë intervjist me ty, nuk jem me familjen teme, nuk jem me të mitë, po është do gjenë jenë lindur për këto puna, në besofshin se dojnë me botën vanë matë mirë, hinë këtë loj. Nuk besoj se hinë dikush për me bo emnin ma të vadë personale për ty, se mu më njojnë krejt bota. Krejt botën e kom shetit, kom shrok, respekt ka të shkoj. Po kjo është dishka se e kom si një onër si të mi i vogël, nuk do të dërzona, dhe i të hinë dhe. Mos e fitofsha këtë rand, jem bindun me bo tjetër, pa tjetër. Edhe bravo i qoftë aty nëse hinë këtë loj, se nuk është shumë kalaj. Nuk është, një gatë që madhë duhet me pas. Duhet me pas gudzim të madhë. Gudzim të madhë, një gudzim. Me gjitha te, intervista jonë dalë ka dalë do përfunojt, po i shko ka fundi, po na thuni edhe njëherë, qka ju sugjeron vlezërve dhe motarve shqiptarë, dhe t'ju thush, qka me ndonë për qeshtjen e shqiptarëve këtu në diasporë dhe si të bëjmë më të mirën që të kemi kandidatët tonë të zgjedhur, ku zani jonë në shtëpinë e bardhë, në shtëpinë të themit Zotit, se ajo shtëpia e Zotit për ne shqiptarëve, se aty janë prej gjithmonë fatet e popullit tonë dhe popujve tjerë. Qërë shqiptarët janë të punu me restorana shumica.
Rinia na ka dalë në dega profesionale, lumi ata, se na si na met me restorana, na s'kena pushime, edhe punojmë fort. Është zar ka herë, adin ku je ka punan 7 ditë një javë me jep dikuj $1,000. Po ma bën nipi të na herët këm lyp pare, thët, ku t'ki me dekti, tha, ki me pas $500 më bon, ka thu, thash po, besoj se po, tha, a mundu shme me jep 500 gjitha, mos shkojnë këtë. Ti vërësishtë. Qërë, na duhet me unimu një tjetër mas mundësis, na shta s'ki mundësi. Po, në fundit, regjistroni mu votu në ato komunat juva. Për shembull, Roberti e Renes kanë shumë shqiptarë në zonat tyne. Është shumë rëndësishëm. Këtë parët ju vynë atyne për me bo marketing, me bleq ata vota. Në qoftë se s'ka nevoj me hargjit ato parën me ta ble ty votin, si bje fjale me të reklamu të ti, është shumë rëndësishëm. Regjistroni mu votu, delni mu votu, edhe $5 që është i madh. Se një reklam me qit një tabele dikuna ajo kushton $5 dhe në 7. Bile që ata mundësh, adin në kusht të thonë me jep $1,000, $2,000, e pi $5, ma shumë qef këmë i marë ka $1 për 1 milion vetëve, se një njeri 1 milion. Se atër, adin... Je ma popullor kur i mërë ashtë. Teleshikues të ndëruar, patëm derën dhe knaqësin që të bashkë bisedojmë me Gjan Goqin, një miki imi vjetër, dhe unë i jap dorën për guximin e tij që ka marrë, duke lënë edhe punët e veta, familjen e vet, restoranet, bizneset, real estate-n, dhe të tana i ka lënë që të mundojnë që të bëjnë ndryshim. Që zani shqiptarëve të ndihgjohet ma fuqishëm në Washington dhe kur flesim për Washington në krejt botë. Prandaj edhe Gjanit, po edhe gjithë të tjerëve që kandidojnë, i urojmë gjithat mirat e jetës, se Gjani duhet jetë një shembull për gjeneratat e reja që kanë profile të ndryshme. Ne kemi njerëz të gjitha profileve, në gjitha administratat, qysh doktor, profesor, inxhinier dhe gjitha profile, rinia jonë shqiptare ashtë ka ecë përpara dhe shpresojmë që duke ndihmuar njëri tjetrin t'ia dalim së bashku. Prandaj edhe një herë Gjan, faleminderit që ishit me ne. Me ACTV, kemi nërë dhe knaqësit ju përcjellim gjithëherë. Urime në veprimtarin tuaj dhe urime tani për momentin në kandidimin tuaj shumë serios drejt majave më të larta të politikës amerikane, se nuk është e lehtë me një zotit dhe të shqiptarëve. Kush me fjalë, kush me xhep, kush me punë vullnetare, le të lajmërohen të ju që të angazhohen të bajnë sa do pak nim, që të zhvilleni, po ju jeni rrjedhën qoftë se këso herët mos u demoralizoni se puna vazhdon, po nuk duhet të themi jo se unë jam i bindur që ju do të kaloni mirë, po me gjithate ju do të vazhdoni si gjithmonë. Faleminderit. Keni për krahjen tuën, televizorit tonë. Teleshikues të nderuar, ishte kënaqësi që patëm sonde në studion tonë Gjan Goqi, një burr nga Kosova, por e ka kaluar gjithë jetën këtu në mërgim, në jetën dhe politikën amerikane, dhe është një aktivist për çështjen shqiptare. Urime Gjan, Zoti të ruaj ty dhe familjen tuaj. Faleminderit, Zoti ju ruaj gjithë, faleminderit shumë edhe herë se më thërën këta. Për teleshikues, mundi më shku në gjangoqi.com për më shumë informata. Faleminderit. Ja pra, unë Luj Gjokaj, studio hapur ACTV. Miru takoshim në emisionet tjera.